kaq. Gjykatësi në rregull do të marrë një vendim për këtë, tani mund të silli dëshmitarin në sallë. Në rregull mund të vazhdojmë. Halling, faleminderit, do të vazhdoj tani aty ku lam përpara pushimit, por do të bëj një pyetje lidhur me diçka që thatë dhe kjo është në faqen 42 të transkriptit ku ju po flisnin për marrëveshjen e Rambujit dhe kam një pyetje lidhur me këtë, lidhur me përgjigjen. Pra, dhe po citoj, UÇK-ja e firmosi në nënshkruajtje marrëveshjen e Rambujit, por mendoj se po bëhej rekrutim dhe po siguroheshin armë në një moment të caktuar pas marrëveshjes së nënshkrimit të marrëveshjes së Rambujit, kur serbët e refuzuan të nënshkruajnë marrëveshjen, ne u përfshim në konflikt. Nuk kam marrë asnjëherë hollësi të kësaj, por është përshtypja ime që ata kanë marrë një lloj mbështetje nga vende të caktuara. Tani e kuptoj që ju nuk e dini përgjigjen e kësaj pyetje, por ju kujtoj prasin që se ka ndonjë kufizim që vjen nga rregulla, sipas rregullës 107, kufizimet të konfidencialitetit lidhur me këtë që po ju pyes, por a jeni në gjendje të konfirmoni nëse janë siguruar dhe dhënë armë UÇK-s nga organa apo entitete qeveritare të ndonjë vendi antarit NATO-s? Përgjigjen nuk mund të konfirmoj këtë pyetje se për shkak arsyeve të konfidencialitetit, kjo arsye përgjigje thjesht nuk e di. Zoti Halling, përfaqësuesi ligjor dëshiron të flasë, dëshmitari dhe përfaqësuesi ligjore diplomatike konsultohen. Përgjigje. Nuk e di përgjigjen. Zoti Halling, kaq doja dija. Tani kthehemi më rapa. Përpara pushimit po thonë se me sa duket, UÇK-ja po përpiqet të dërgonte informacione NATO-s, por ju nuk e dini nëse ky informacion ka arritur. Për këtë doja të shfaqim në ekran dokumentin SPO-je 00406592 deri në 00406597. Në fakt mund të fillojmë shkurtimisht në faqen e parë të dokumentit për të parë se për çfarë bëhet fjalë dhe pastaj do të kalojmë në faqen e fundit. Në krye të faqes shihet që është një raport informimi i Ministrit të Punëve të Jashtme britanik Robin Cook lidhur me operacionet e NATO-s në Kosovë. Përgjigje po. Tani kalojmë në faqen e fundit, në fund të faqes. Pyetje. Ka patur raport se UÇK-ja po kërkon perëndimit ndihmë për furnizim me armë. Cilat janë komunikimet që keni me UÇK-n dhe kanë kërkuar ata armë? Nëse po, a do t'ju jepni atyre armë? Përgjigje, ne kemi marrë një numër disa raporte nga UÇK-ja në ditëve të fundit dhe 2 javët e fundit, dhe na ndihmon që të kemi perspektive mbi atë që po ndodh brenda Kosovës, por nuk synojmë, nuk kemi qëllim që t'i furnizojmë ata me armë. Sepse kjo gjë do të përbënte shkeljet e embargos së Kombeve të Bashkuara ndaj Jugosllavisë. Pyetje për tani general britanik duket sikur merrni informacion nga UÇK-ja. Shikoni këtë përgjigje, nuk e shoh këtë. Një sekondë, lejoni ta lexoj prap. Pyetje natyrisht do t'ju jap një çast që ta lexoni. Është rreshti i parë. Përgjigje po, nëse me jo do ta interpretoj këtë. Jam i sigurt se ka patur deklarata nga dikush që ka thënë UÇK-ja po të roket nder dhe kanë kërkuar ndihmë. Kjo është tërësisht ndryshe nga të pasurit një sistemi të komande dhe kontrolli të unifikuar që do të mbështeste NATO-n. Dhe kur filluam këtë bisedë dje, kështu e kam kuptuar unë fillimin e gjithë kësaj, pra lidhur me ekzistencën e kontrollit dhe komandës. Dikush më pyeti, nuk më kujtohet a ishit ju apo mbrojtja që të përjepja për kufizimin e kontrollit dhe komandës, dhe siç e dini fakti që ka komunikime të tilla dhe dikush thot ndim, nuk do thot komandë dhe kontroll.
Pyetja ime ishte më thjesht se kaq. Thjesht doja të dija nëse ju e dinin se britanikët kishin marrë një numër raportesh nga UÇK-ja. Përgjigje e dija se ata kanë marrë kërkesa, nuk e dija çfarë ishin këto raporte. Zoti Halling, tani do të kalojmë ndoshta tek një burim amerikan SPOE 0040660 deri në 0040620. General ju kujtohet se dje ju tregua një video nga zëdhënësi i Pentagonit Ken Bacon, përgjigje po. Pyetje kjo është një tjetër raport informimi dhe do presë shfaqet në ekran. Është datës 17 maj 1999, e shikoni aty. Dhe nëse kalojmë në faqen SPOE 0040611 më poshtë në faqe, pak më poshtë, deri të fundit, po, këtu. Këtu mund të shihni në përgjigjen ndaj pyetjes kjo sugjeron që strategjia e tij po funksionon. Bacon, pjesë e përgjigjes së Bacon është ne nuk i kemi shifrat të mira lidhur me të sakta lidhur me numrin e trupave që janë humbur pra vdekur. Nuk kemi raporte anekdotike përmes UÇK-s apo burimeve të tjera të njësive që nuk janë në gjendje të lëvizjen sepse ata nuk kishin karburant apo furnizime. Natyrisht disa prej këtyre njësive vazhdojnë të jenë në lëvizje, por ka një ardhje të vazhdueshme të informacionit se sulmet po japin efekt. Pra Departamenti i Mbrojtjes gjithashtu ishte të paktën në mënyrë jo të drejtë për drejtë, po merrte informacion të kësaj njëjtë. Është kështu përgjigje po, por ka një dallim mes gjatë fushatës, pra që po ndodhe, cila ishte data edhe një herë Bacon ishte pyetje 17 maj 1999, përgjigje në rregull dhe ka vazhduar nga 24 marsi deri në fund të majit në fillim të qershorit. Ju cituat diçka nga libri, mendoj ka qenë data 26 maj kur ne kemi po merreshim me çështjen e malit të Pashtrikut, nuk ka nuk vihet në dyshim se të gjithë po përpiqeshin të merrin informacion nga UÇK-ja. Ne duhet të merrnin sa më shumë informacion që të mundin nga terreni dhe gradualisht kemi marrë më shumë informacion, po e merrnim nga gjitha burimet e mundshme, por siç e thash në deklaratat e mia dje, më duhet që duke u përgjigjur mbrojtjes, nuk kam marrë asnjë gjë nga zoti Thaçi, i cili siç e dini ka qenë pretendot ke qenë përgjegjës, tek unë nuk ka ardhur, është nxjerrur nga nivele më të ulta, nga njerëzit në biseda të jo formale dhe kam patur përshtypjen se nga njerëzit e forcave të mia speciale që ishin në Kukës, pra përshtypjet e tyre kam patur dy persona atje nga njësia operacione speciale të ushtrisë amerikane, e komandës e operacione speciale në Europë, dhe mendoj se ata merrnin informacione nga njerëzit bisedonin. Nuk kam patur asnjëherë përshtypjen se kishin ndonjë lloj raportimi formal që vinte dhe për të treguar komandën. Ata kanë marrë informacionet në mënyra dhe ashtu siç kanë mundur, dhe njëjta gjë me shënjestrimin me identifikimin dhe shënjestrimin e shënjestrave, pra dhe kjo është përshtypja ime, nuk më kujtohet data, në fakt kam shkuar në Kukës, kam bërë një rekonesansë të terrenit dhe të itinerarit, ne do shkojmë për të pushtuar një vend, pra dhe kam marrë edhe ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë me mua gjatë atij udhëtimi. Pra kemi bërë këtë gjë për me njerëzit e natës për të marrë informacion nga këta njerëz në terren. Pyetje e rregullt, Halling SPOE 004062266 deri në 0040643. Generali, kuptoj përgjigjen tuaj dhe dallimin që bëni mes mosmarrjes së informacionit formal dhe raportimit formal. Por megjithatë keni marrë informacion. Ajo që po shfaqet në ekran tani është raporti i vitit 2002 përgatitur nga ushtria amerikane, RAND,
A njeni me randë përgjigje sigurisht, a mund të shpjegoni gjykatës se çfarë është përgjigje? Është një institucion hulumtimi financuar nga qeveria. Siç është pyetja, siç e shihni në raport, quhet lufta e ndërprerë dhe jo unifikuar. Njeni këtë raport përgjigje jo. Hollën se kalojmë në faqen SPO 00406372 dhe mund të shihni në fund të paragrafit këtu. Për më tepër, gjatë muajit raportet nga UÇK-ja u bën një burim i rëndësishëm i informacionit të zbulimit dhe informacion për shënjestrimin për task forcën HOK. Të dhënat nga këto burim u trajtuan dhe analizuan nga celula për koordinimin e operacioneve në thellësi për të parasysh një pasqyrë të forcave jugoslave që vepronin në perëndimin e Kosovës. General, kjo është edhe një tjetër tregues se ky informacion nga UÇK ka ardhur tek ju apo jo. Përgjigje, unë kam shkuar atje, jam ulur me task forcën në HOK, kam bërë një celulë koordinimi për operacioneve në thellësi, në prapavi dhe kam kërkuar që të nxjerrë sa më shumë informacion që ishte e mundur. Dhe siç e dini, kur shihen këto deklarata, kështu nuk më kujtohet ky raport në konkret, ndoshta kanë folur me mua, nuk e di, nuk më kujtohet ta kem lexuar, por ne kemi bërë gjithçka që kemi patur mundësi të bënim. Por siç e dini, kjo është ndryshe nga përpjekja për të nxjerrur informacione nga një forcë që ishte UÇK-ja, dhe ishte tërësisht ndryshe nga pasurit e një raportit nga aleatët e cilët kishin strukturë radio, sistem raportimi dhe gjitha këto gjëra. Të paktën unë kam menduar që bazohen në cilësi. Përsa i përket shënjestrimeve. Përgjigje, po zoti Hallin, kalojmë në SPO 00406412, ju thatë më herët në përgjigjen tuaj të fundit se nuk ju kujtohet nëse ata kanë biseduar me ju. Përgjigje natyrisht që kanë biseduar. Pyetje, kjo është e që po thoja, dhe ndëror gjykatës do të kërkojë të paraqesë të dokumente 3 prova materiale që u treguan dëshmitarit dhe këto është raporti i informimit nga KUK që është SPO 00406592 deri në 00406597, raporti i Bacon që është SPO 00406608 deri në 00406620 dhe RAND që u tregua dëshmitar që është SPO 00406266 dhe pastaj faqja 406372 dhe në fund faqja 406412. Gjykatës në një kundërshtim, se kam një kundërshtim në parim, po vishë nësë na duhen të gjitha këto prova për provën e parë, apo të parë vetëm pjesë të saj që treguan dëshmitarit. Hallin janë të dyja raportet e shkurtë, e lejmë trupit gjykuesit të vendosë nëse prova në tërësi të pranohet apo vetëm faqet që u treguan dëshmitari për synimet e kontekstit, nëse s'ka diçka tjetër, mund t'i pranojmë me shëti që po bërë llogarinja nga 14 faqe që dhe vetëm një u tregua dëshmitari atëherë Hallin faqja parë e secilit dhe faqja pas saj. Pra 4 faqe u treguan me shëtitje në rregull, gjykatësi provat e përmendura pranohen të gjitha, sekretari SPO 00406592 deri në SPO 00406597, faqet SPO 0040692 dhe faqja SPO 00406597 do të pranohen me numrin e provës materiale 504519, aktualisht klasifikuar si publik. Hallin dhe që të konfirmojë sekretari gjykatës nëse mundet, u pajtuam që të pranohen si provë materiale dhe jo vetëm 2 faqet individuale që u treguan, por dokumentin e tërësisht gjykatësi, kështu kemi kuptuar edhe ne. Sekretari, atëherë ne po pranojmë vetëm faqen e parë dhe faqen 611 apo gjithë dokumentin. Hallin edhe për atë, pra do të jetë 406608 deri në 406620. Me shëtish, këto do të thoja, janë 12 faqe me sa kuptoj dhe po shpresoj thjesht të pranohet ajo që është treguar dëshmitarit. Nuk kam pata mundësi që të lexoj 12 faqe. Gjykatësi jeni shqetësuar për përmbajtjen do të dini që përmbajtjen e dokumentit, me shëti që nuk jo paraqit dëshmitarit, pra nuk kam problem që t'i tregohet dëshmitarit dhe t'i kërkohet atij të bëjë komente lidhur me këtë. Gjykatësi pranohet,
Natyrisht që ju mund t'ja tregoni atij sekretari i gjykatës SPU 004066088 deri në 0040620 do të marrë numrin për materiale për 04520, aktualisht klasifikuar si publike. Dhe i fundit erë në SPU 004062066 deri në SPU 0040663. Halli nëse mund të ndihmoj sekretarin e gjykatës për këtë, ne po dorëzojmë vetëm faqet e treguara, sepse është raport i gjatë, mund t'i përsëris faqet që po kërkojmë të pranohen, janë në SPO 004062066 deri në 406372 dhe 406412. Këto janë për këtë. Sekretari në atëherë kjo do të marrë numrin për materiale 04521 dhe klasifikimi është publik. Faleminderit, Halling, faleminderit dhe tani mund ta heqim dokumentin. General, është e vërtetë apo jo se hera e vetme që ju jeni takuar me ndonjë nga UÇK-ja gjatë fushatës së bombardimit ajror ka qenë takimi me Hashim Thaqin që përmendet ju në deklaratën tuaj që ndoshta ka ndodhur në 99-ën. Është saktë përgjigje saktë. Pyetje, ku është bërë ky takim? Pyetje. Më kujtohet që e kam takuar atë në bazën e ajrore. Pyetje, është bërë një takim në mars të 99-s në bazën ajrore. Përgjigje po, kjo është pyetje. Unë po flas për një takim pas këtij takimi. Ju thashë që ka qenë ndoshta në prill. Përgjigje po, mund të ketë ardhur në zyrën time, më kujtohet në mënyrë të vogël. Por nuk jam kthyer atje, nuk jam i sigurt që kam në letrat e mia që janë në Fort McNair dhe janë të klasifikuara në dokumentet e mia. Thjesht duhet të shkoj dhe të shqyrtoj të konsultoj ato dokumente. Pyetje. Që t'jemi të qartë, kërkoj të shfaqet në ekran 1200430 paragrafin 23 dhe të flasim për takimin e saktë me zotin Thaçi për cilën po flas konkretisht, që t'jemi sigurt që pyetjet janë të qarta, pyetjet që do vijojnë pastaj. Përkthyesi kërkojmë që foqet të flasim nga ngadalë. Zoti Halling morën parasysh, është paragrafi 23. Ky takim më kujtohet që jam takuar me zotin Thaçi një herë të tretë, diku në një kohë gjatë fushatës bombardimit, ndoshta në prill të 1999, për të kërkuar ndihmën e tij me identifikimin e vendeve shënjestrave për bombardimet e NATO-s. A ju kujtohet ku është mbajtur ky takim? Përgjigje, jam i sigurt që është mbajtur në selinë time. Pyetje, në të kohën e këtij takimi si keni kuptuar ju se cili ishte roli i zotit Thaçi? Unë ai ishte si oficer ndërlidhje, kam kuptuar se po kërkonte para dhe mbështetje nga diaspora, komuniteti i diasporës shqiptare. Pra, a kërkuat ju të takosh me ta, apo kërkaj që të takohem me ju? Përgjigje nuk më kujtohet, ndoshta kam kërkuar tash ta takoj, sepse po isha akoma në kërkim të ndihmës për të identifikuar shënjestrat. Pyetje dhe në fund, ju takuat me zotin Thaçi sepse ishte një nga personat më të lartë të UÇK-s dhe si SACEUR ju takoheshit me njerëz të nivelit të lartë, më të lartë. Dhe ai supozoj mendoj të ishte një nga njerëzit me pozicion më të lartë. Pyetje, tani do të konfirmoj datën e saktë të këtij takimi, nëse mund të kalojmë te SPO 004050442 deri në 004050442. Kjo është një artikull i medias që kemi gjetur nga i datës 28 maj 1999 dhe dua t'ju tregoj atë për të treguar nëse ky është takimi i njëjtë për cilin po flasim. So it says KLA political. Këtu thuhet, shefi i UÇK-s takohet me zyrtarët e lartë të NATO-s në Bruksel. Data e dokumentit është 28 maj 1999. Thaçi tha që planifikon që të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Javier Solanën dhe komandantin e aleancës Wesley Clark.
A mendoni që është ky takimi dëshmitar? Dëshmitari jo nuk mendoj se është ky takimi. Pyetje. Ju thoni që keni pasur vetëm 3 takime. Përgjigje jo. Pyetje, pra atëherë deri në fund të fushatave ju thonë që keni pasur 3 takime dhe takimi i fundit ka qenë në prill të 99-s. Po ky takimi çfarë takimi është? Përgjigje nuk e di, nuk më kujtohet që të kemi marrë pjesë në këtë takim. Ju kërkojnë ndjes. I kërkojnë ndjes trupi gjykues sepse mund të kisha lexuar shumë më tepër se sa lexova, sepse nuk e dija se çfarë donit ju që t'ju përgjigjesh, mbasi do kishte qenë mirë që kisha lexuar më shumë për të përmbushur detyrimet e mia si dëshmitar. Ju kërkoj ndjes, të takim nuk e mbaj mend. Prokurori. Tani le të kalojmë tek prova P814 vizet T. This is from a war archive of news reports. Pik 17, që është nga arkivi i luftës i artikujve që janë botuar në Kosova Press. So it says Prime Minister Thatcher Këtu thuhet, Kryeministri Thatcher mori pjesë në takimin e Këshillit të NATO-s në Bruksel. Ose më tej thuhet që dje Kryeministri i Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, Hashim Thaçi, e kaloi ditën në Bruksel. Është artikulli i datës 29 maj Bruksel. Dhe thuhet në paragrafin e 2 që zoti Thaçi gjithashtu ka pasur një takim me komandantin e NATO-s, generalin Wesley Clark, të cilit i përshkroi situatën në Kosovë. Në këto takimet nivelit lartë, Kryeministri i Kosovës kërkoi vazhdimsinë dhe intensifikimin e sulmeve të NATO-s mbi aktivitetet ushtarake serbe në Kosovë. General, a është e mundur që takimi që kujtohet juve në prill, në fakt është takimi i 29 majit që e lexoni këtu? A është e mundur kjo gjë? Përgjigje, unë nuk mendoj se kam thënë gabim, nuk e di nëse mund ta kontrolloj apo jo. Pyetje, besoj që mund të vazhdojmë më tej. Atëherë, i takon që mbështetur në atë çfarë po thoni, nuk e kujtoheni. Mishedic, kjo është një pyetje e cilën ju përgjigj dëshmitari. Gjykatësi nuk pranohet kundërshtimi. Atëherë, pyetja është kjo, juve nuk ju kujtohet nëse keni takuar me Hashim Thaçi një herë ose 2 herë gjatë bombardimeve apo jo? Përgjigje kjo është e saktë. Megjithatë, nuk mora një përgjigje me faktin që unë mund të kontrolloj materialet për të më identifikuar datën e takimit. Pyetje, dua që të përqendrohemi tani tek takimi ku keni kërkuar ndihmën e Hashim Thaçit për identifikimin e objektivave për sulme terrore. Ju thatë sot se ju nuk kishit marrëdhënie të drejtë për drejta për UÇK-n, po gjithashtu ju tha që NATO-ja po mundoj që të mbledhte informacion për objektivat nga UÇK-ja. Pse do të kërkonit ju ndihmën e Hashim Thaçit për sa i takon objektivave? Përgjigje, jam përpikur që ta shpjegoj këtë, sa i takon fushatës ajrore, dhe jam përpikur t'ju them, t'ju shpjegoj që procesi ka qenë një proces dinamik nga fillimi deri në fund. Kur filloi, ne kishim një listë të objektivave që ekzistonin në Kosovë. Këto ishin objektiva të fiksuara dhe në thelb ishin bunker për ruajtjen e municioneve ose ishin godina, ndërtesa të ushtrisë serbe. Dhe ne e dinim që bëj fjalë për një sulm simbolik, sepse këto godina ishin të boshatisura. Kështu që pyetja që shtrohej ishte nëse ne do të vazhdoni më tej me kufizimet, nëse do të vazhdoni me vëzhgime satelitore dhe transmetimin të dhënave në vitin 1999. Dhe kemi pasur një listë shumë të kufizuar të objektive përpara fushatës. Kemi pasur pak a shumë 200 objektiva mbase. Dhe ato nuk ishin objektiva të mirë, nuk ishin objektiva që do konsideroheshin vendimtare kundër qeverisë në Beograd. Kam pasur një bisedë me Javier Solano lidhur me këtë pikë. Komandanti im ushtarak më tha, ne duam që të godasim me njëherë Beogradin dhe të fikim dritat ashtu siç kemi bërë në Bagdad. Domethënë, Javier Solana dhe unë diskutuam që kjo nuk do të ishte e mundur. Shtetet e Bashkuara kanë qenë përgjegjëse për targetimin ose për shënjestrimin, për objektivat
Dhe ky ishte një ndër përparësitë kryesore kundër Koreas së Veriut, Irakut, Iranit. Do të thotë kjo ka qenë një metodologji të cilën ne kemi përdorur dhe në vende të tjera. Ne për të luftuar ose për të sulmuar forcat serbe kishim nevojë për informacion në kohë reale, na duheshin gjithashtu burime të shumta informacione, si për shembull informacione që merrim përmes përgjimeve telefonike, ose na duhen gjithashtu dhe informacione që merrim nga drona, sepse ndonjëherë i merrnim imazhet, por nuk e dinim se çfarë shikonim nëpër ekran. Ne e kuptuam që kishim një deficit të madh informacione dhe gjatë gjithë kohës gjatë së fushatës ne në mënyrë të vazhdueshme jemi përpjekur që t'i gjejmë zgjidhje kësaj situate ose këtij probleme. Dhe për këtë arsye u takova me Thatcher. Mendoj që për këtë arsye jam takuar përsëri me të në prill në zyrat e mia. Nuk bëj fjalë për këtë takim, domethënë ky është një takim që mbase ka ndodhur, më shumë gjasa ka ndodhur, por nuk është më kalon një përshtypje. Por, siç ju thash, u takova me to, por përgjigjja nuk ishte e suksesshme. Pyetja faleminderit general. Ju në këtë kohë e dinet që zoti Thatcher ishte i përqendruar te kontaktimi me ndërkombëtarët apo jo. Përgjigje e drejtë. Nuk është e dija këtë gjë, po ai ishte e vetmi piklidhja që kishim ne. Pyetja, në paragrafin 22 të deklaratës, kur flisni për takimin në mes të marsit të 99-s, ju thatë vëmendja e Thatcherit ishte të kontaktonte me ndërkombëtarët në Zvicër dhe në Shtetet e Bashkuara. Dëshmitar, pra ju e dini në ato kohë që Thatcher kishte vëmendjen te kontaktimi me ndërkombëtarët apo jo? Përgjigje po. Pyetje, duke marrë parasysh elementin e kohës dhe që koha ishte shumë e rëndësishme sa i takon objektivave. Pse prisnit ju që ju të dinit informacionet më të fundit për pozicionet e serbëve nga UÇK-ja? Përgjigje, ky informacion është i rëndësishëm për ne, për të krijuar një sistem, por edhe herën e dytë kur u takua, kur erdhi tek ne, ai ende nuk dinte asgjë. Pyetje. Tani dua që të shohim një video, transkriptin e së cilës ne e pam pak më herët. Për proces verbal është dokumenti 12892/03/2. Do kërkoja që të paraqitet në ekran dhe transkripti shoqërues që mban numrin 12892/03/atë faqe 2. Që në fillim duhet të kërkoj ndjes general, sepse bëhet fjalë për një intervistë që keni dhënë për televizionin shqiptar në gusht të vitit 2000. Ju keni folur në anglisht në këtë intervistë. Më pas, përgjigjet tuaja janë të shkruara me tituj në fund të regjistrimit. Misetic, për orientim të dëshmitarit, dëshmia është në vitin 2020 e në vitin 2000. Halë një kërkoj ndjesë, thash gabim. Është intervistë është dhënë në datën 1 gusht të vitit 2020. Është dhënë për RTK-n. Do shikojmë faqen 2 të transkriptit dhe do kërkoja që të na paraqitet tani videoja në pjesën e dytë të saj, do filluar nga minuti i 2 të sekonda 34 deri në minutin e 3 sekonda 41. Sikurse do e shihni, pjesa që do paraqitet në ekran do përfundoj me transkriptin që keni përsëri përpara dëshmitar. The video itself is extracted, so Videoja, pra kjo është videoja. Atëherë nga minuti 2 sekonda 34 deri minutin e 3 sekonda 41. Komandantët tanë atje kanë bërë gjithçka në ndihmë të kosovarëve si dhe administratës së OKB-s, përfshirë edhe liderët që dolën në atë kohë duke përfshirë këtu edhe zotrin Thatcher. E mbaj mend edhe presidentin Rugova, zotri Haradinaj dhe të tjerët. Pra, jemi përpjekur jo vetëm të rikthejmë normalin, por edhe të mbronim monumentet serbe, manastiret, familjet individuale serbe, gjithçka në përpjekje për të tejkaluar atë periudhë të tmerrshme e të dhëmshme që Kosova kishte përjetuar. Presidenti, atëherë zoti Hashim Thaçi, ishte zëdhënësi i UÇK-s. Me të jam takuar një herë shkurt jashtë selisë së NATO-s në Belgjik.
Ai më pati thënë që janë duke mbietuar, që po bënin atë që munden. Thash që është mirë, ne duam që t'ju ndihmojmë. Megjithatë, NATO-ja nuk ka pasur marrëdhënie të drejtë për drejta me UÇK-n. Thjesht nuk kemi marrë raporte nga ta, si dhe nuk kemi pasur se si ta dim se çfarë po ndodhte. Më shumë se 20 Yes, vjet pas and we can luftës, stop the në video. këtë Mund ta lënë videon këtu. General, you said that General, ju thoni këtu që jeni takuar me zotin Thatcher një herë shkurt në shtabin jashtë shtabit të NATO-s në Belgjik. Për këtë takim keni fjalën kur flisni për objektivat? Përgjigje. Kam përshtypjen që i referohem kohës kur ka ardhur në fusha ajrore. Pyetje, a ka ndonjë informacion tjetër, a ka ndonjë tjetër burim informacioni që pranon publikisht ju jeni takuar me Hashim Thatcherin dëshmitar? Përgjigje. Nuk e di nëse ekziston ndonjë deklaratë tjetër, por nëse do të ketë ekzistuar një deklaratë e tillë, besoj që do e keni gjetur. Pyetje. Sikur se e diskutuam herët, kjo ju bën juve që të vazhdoni të thonë që NATO-ja nuk ka pasur komunikim të vazhdueshëm me UÇK-n. Dhe unë ju them që ky koment juaj ka kuptim vetëm në qoftë se takimi midis jush dhe Hashim Thatcher nuk ka qenë në lidhje me objektivat. Përgjigje. Nuk e kuptoj çfarë pyetje keni për mua. Pyetje, a pajtojnë me këtë propozim timin apo jo? Përgjigje. Ka dy çështje fakti që ndoshta janë kontradiktore, kundërshtuese të njëra tjetrës. Atëherë, titulli i raportit ishte një fushatë e çorganizuar. Dhe kjo ishte përvoja ime e parë. Pra që shikoja një operacion të aleancës dhe ndoshta operacioni mund të ndukej i çorientuar, kam fjalën të raportit e Randit. Dhe qasja e dytë ishte që kombet e NATO thonin, ose Klaus Norman thoshte që nuk donte që të kishte marrëdhënie me UÇK-n. Çdo që ishte dinamike, gjërat ndryshonin. Çfarë dua të them me këtë? Për ta ilustruar, lejoni të them si më poshtë. Kur filluan bombardimet, pyetja që na bëshnin ishte sa do zgjasin fushat e bombarduese. Kombe, francezët, spanjollët, më thonin që pasi të fillojnë bombardimet e NATO-s në Shëveshje pa diskutim që do të rëzohet. Po kush e dinte me siguri këtë gjë? Unë nuk po thoja që kjo ndoshta si do ishte vërtet. Unë shpresoja që ishte vërtet dhe shpresoja që çdo gjë të zgjidhej për një ditë. Por në fakt, mëngjesin pasi bëm goditjen e parë, kam marrë në telefon generalin Ojdanic dhe i thash, tani ne bëm goditjet tona, i filluan bombardimet dhe mendoj që ka ardhur koha tani më që të tërhiqni forcat dhe të bëni pjesën tuaj për atë çfarë keni rënë dakord. Pra, qëllimi tani më nuk ishte që të bënim ose të bindim serbët që të tërhiqnin forcat e tyre nga Kosova, po do të thënë qëllimi ishte që ata ta merrin mesazhin se në situatë të vështirë e ndryshme nga ajo çfarë kishte qenë në Bosnjë. Pra, situata ishte e ndryshueshme nga momenti në moment. Dhe e kam thënë, në fakt edhe në konferencën që kam thënë për shtyp që i kam shkruar, që e kam thënë pa udhëzimet e Pentagonit, megjithëse kërkova që Pentagonit më jepte udhëzimet. Kam përshtypjen që me datën 25 në mëngjes, me Solanën, kam thënë që ne do sulmojmë, do shkatrojmë ato element që Miloševići i vlerëson më tepër. Pyetje, general, po shkon për te se çfarë po të pyes. Unë po flas lidhur me takimin që keni pasur ju me Hashim Thatcherin. Për këtë do i kërkoj sekretarit që të paraqesë në ekran për 524-ën. E kuptoj që nuk ju kujtohen të gjitha. Përgjigje, duhet ta kuptosh që situata ishte një situatë që drejtohej nga planifikimi politik, nuk është se ishte një planifikim i mirë ushtarak. Po të kishte qenë një plan ushtarak i mirëfill, do e kishim ndjekur këtë plan nga fillimi deri në fund. Por ajo çfarë bëm neve është që ne kemi luftuar në të gjitha frontet, në të gjitha linjat e mundshme në mënyrë të tillë që të rrisnin presionin të rrisnin mbi Miloševićin. Të shohim dokumentin që është në ekran.
E kuptoj që mbase ju nuk e kuptoni, nuk e kujtoj plotësisht se kur keni pasur diskutim me Hashim Thaqin për objektivat, por mund të ketë ndodhur me 25 maj apo jo? Përgjigje po, mund të ketë ndodhur. Pyetje, kjo është intervista me Hashim Thaqin në këtë datë. Në fund të kësaj faqe bëhet kjo pyetje për Hashim Thaqin. A është vërtet që UÇK-ja ka ndihmuar NATO-n që të lokalizojë objektivat brenda Kosovës? Përgjigjja e Thaqi është kjo. Është e mundur, por unë mendoj që NATO-ja e ka informacionin që i nevojitet. Si mund t'jap Hashim Thaçi një përgjigje të tillë nëse ju do e keni pyetur atë më herët për objektivat? Përgjigja mund të ketë një përgjigje të tillë se nuk e ka pasur informacionin. Pyetja ishte kjo, dëshmitar. A është e vërtet që UÇK-ja e ka ndihmuar NATO-n për të lokalizuar objektivat brenda Kosovës? Dhe ai thot, është e mundur. Tani pyetja që kam për juve është kjo. Si mund ta ketë dhënë këtë informacion në qoftë se diskutimi që ka pasur me ju ka pasur të bënte me objektivat? Përgjigje. Ne kemi pasur një bisedë lidhur me objektivat dhe ai nuk ishte në gjendje që të më jepte ndihmën e tij për identifikimin e objektivave. Unë udhëzova komandën time që të merrte sa më shumë informacion që ishte e mundur, sa më shumë informacion që ishte komunikuar, përfshirë këtu edhe përmes qeverisë shqiptare, dhe për të marrë informacionet në mënyrë të drejtë për drejtet të tërthort. Dhe përfundimi im ishte që Hashim Thaçi nuk është se ishte i lidhur mirë me këtë pikë. Pyetja. Tani, të shikojmë dokumentin që keni në ekran. Dëshiroj që të përqendrohemi tani tek takimi që keni diskutuar dje me Hashim Thaqin dhe komandantët e zonave përpara përfundimit të periudhës së demilitarizimit. A është ky takimi i vetëm me të cilët ju jeni takuar si me Hashim Thaqin dhe me komandantët e zonave në të njëjtin vend? Atëherë, me sa e kujtohet? Përgjigje. Me sa më kujtohet mua, mundësisht jo, do thoja unë. Sepse kur u ktheva, kur u ulëm me Mike Jackson dhe kur filluam që të punojmë me marrëveshjen, unë me sa më kujtohet i kisha parë këta persona edhe më herët. Pyetje, po e tha dhe dje që i kishit parë këta persona më përpara, por nuk i kujtohej se kush ishin këto persona apo jo. Përgjigje, jo. Nuk është se kishta kartat, nuk është se dija se si shqiptoheshin emrat e tyre, nuk e dija emrat, por ata thjesht po prezantoheshin. Kështu që në të gjitha ato zhvillime ishte shumë e vështirë që të kujtoje emrat e personave, të dija eksaktësisht se kush ishte kush. Pyetje, tani do kërkoj që të paraqitet prova P04501. Dje dhe për referencë kjo jepet në faqe e transkriptit kohës reale, faqa 49 deri në 50. Ju tregoj një libër të generalit Jackson, ja u tregoj këtë mbrojtja e Thaqit dhe kjo pjesë flet për përfshirjen tuaj në këtë takim me komandantët e zonave. Pra, Jacksoni po flet pak momente përpara se sa ju të bëshit pjesë e takimit. Edhe këtu thuhet, negociatat u bën shumë të tensionuara përpara se sa ju të mbërrinit në takim. Tani vazhdojmë tek faqja tjetër. Jackson më tej thot që ne mbërritëm D+89, ndërkohë që Thaçi na tha i natosur, askush nuk luan lojra me UÇK-n, ai na bërtiti duke e thënë këtë gjë. Nëse ju mendoni që mund ta jepni ne udhëzime, atëherë keni gabim dhe do i vi keq për këtë. A keni qenë informuar lidhur me këtë dëshmitar? Përgjigje, me shumë gjasa, po, kam përshtypjen që Jacksoni do ma ketë thënë. Pyetja, keni folur në paragrafin 31 të deklaratës së pranuar në prova lidhur me mungesën e ndikimit që kishte Hashim Thaçi mbi ushtarët e UÇK-s. Dhe kjo është përforcuar gjithashtu edhe në të takim, apo jo? Përgjigje, po. Pyetja, por kjo ka ndodhur pas këtij shkëmbimi. A nuk është e vërtet që Hashim Thaçi ka pasur kompetencë politike që ka qenë e ndryshme
nga kompetenca ose autoriteti i ushtarëve me cilët ai fliste? Përgjigje, duket sikur është kështu. Po, nga ana tjetër, sikur se janë përpjekur të shpjegojnë përpara dhe sikur se thotë Mike Jacksoni këtu, ky ishte një proces, nuk mund ta shikoj të fragmentarizuar. Pra flitej për një organizatë rezistence që kishte mbështetje të NATO-s, edhe ndjesia ishte që Serbia do të bëhej. Dhe ajo çfarë thoshte NATO-ja këtu ishte që keni parasysh një gjë që ju duhet të çarmatoseni dhe nga ana tjetër duhet që të largoheni. Dhe në momentin kur unë u ktheva, pra unë mundova që të siguroja që nuk duhet kishte një asocim ushtarak më pas ndërhyrjes. Dhe ndërkohë, ajo çfarë për cilën po flasim këtu janë thjesht hollësit se si janë zhvilluar këto udhëzit. Sigurisht që ka pasur shumë inat, sigurisht që ka pasur shumë fërkime dhe sigurisht janë bërë shumë deklarata që janë shprehur. Pyetja, është e vërtetë apo jo që një pjesë kryesore e komentave të zonave, të komandantëve të zonave, qëllimi i tyre ishte që theksohej se si ushtria duhet të jetë subjekt i autoritetit civil. Përgjigje po. Pyetje, në karrierën tuaj ushtarake, ju keni qenë i varur nga presidenti i Shtetit Bashkuara, që ishte komandanti kryesor i forcave të armatosura, apo jo? Përgjigje po, dhe nga sekretarja ose sekretari i mbrojtjes. Pyetje, a e dini nëse UÇK-ja ka identifikuar ndonjë si komandantin e vet? Përgjigje jo, janë ndjenjë intime. Nuk e ka menduar këtë në asnjë moment. Edhe mënyra se si e kam parë unë ngjarjet është që Çeku ka qenë personi përgjegjës. Pyetja. Këto nënkuptime që keni bërë në të gjitha provat tuaj, në gjithë dëshminë tuaj sa i takon autoritetit, komandës, ndikimet, të gjitha kanë çuar në përfundimin edhe në paragrafin 52 të deklaratës që ju nuk besoni që do ishte e drejtë që ti atribuoj sjellje të tjerëve Hashim Thaçit. Këtë keni thënë, apo jo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje, unë po i parashtroj qëndrimin tim që ju nuk dini mjaftueshëm lidhur me UÇK-n dhe lidhur me atë çfarë UÇK-ja ka bërë gjatë gjithë luftës për të ditur në qoftë se akuzat me të cilat përballet zoti Thaçi në këtë gjykat janë të qëndrueshme apo jo. Çfarë përgjigje keni ju për këtë qëndrim tonin? Përgjigje, kjo është një akuzë që është vetëm pjesërisht relevante për proceset e kësaj gjykate, sepse si komandant strategjik, jo, asnjëherë nuk kemi pasur mundësi që të bëjmë kërkime dhe që të na vërtetohet ky qëndrim. Thaçi thjesht rezultoi që ishte person ambicioz, ishte person i artikuluar, i prezantueshëm, por sa i takon kontrollit, pa diskutim që nuk ka pasur kontroll. Absolutisht nuk e kam parë një gjë të tillë, sepse këto element nuk kishin atë lloj strukture që do të kishte një organizat normale. Bëj fjalë për persona, grupe individuale që thjesht po luftonin për mbijetesën e tyre. Nuk ekzistonte asnjë lloj letre ku shkruheshin gjërat. Për shembull, nëse do shikojmë shembull historik, edhe besoj që shembulli më i mirë është shembulli i revolucionit amerikan. Pyetje, general nuk po flasim për revolucionin amerikan këtu. Nuk po flasim për asgjë tjetër, po përveç faktit në qoftë se ju e dini apo jo që akuzat në cilave përballet ai janë të qëndrueshme apo jo. Përgjigje jo, akuzat nuk janë të qëndrueshme. Pyetje, faleminderit. Tani le të kalojmë tek video që tregova pak më herët. Do lutesha sekretarit të paraqesë në ekran dokumentin përkatës 128-928-03-2 me numër RN-ja 128-928-03-VIS-R-VIS-ET. Faqja 1. Atëherë do ju kërkoja që të transmetohet dokumenti nga 0022 deri në 0134. Atëherë jam mirënjohës avokatit për korrigjimin që na bërin përpara, sepse data e intervistës është domethënëse. Data 1 gusht 2020 ka qenë pak më tepër se sa një muaj pas bërjes publike të akuzës së kësaj çështje gjyqësore.
Në pjesën që do dëgjojmë tani në video, ju do dëgjoni atë çfarë keni thënë në përgjigje. Misetiç është keq interpretim, nuk është saktë që aktakuza është bërë publike në atë datë. Holling, jo, njoftimi është lëshuar atëherë. Gjykatësi rrëzohet. Misetiç në fakt nuk mendoj që përshkrimi që bëri avokati, që bëri prokurori është i saktë, nuk është bërë njoftimi aktakuzës në datën që pretendon ai. Holling, unë po të duash të bëj të ditur njoftimin për shtyp që ka qenë me datë 24 qershor 2020. Dhe kjo është baza e pyetjeve të mia. Do i kërkoj sekretarit tani që të na jap video në kohën që e specifikova më lart. Për të nënçmuar Kosovën nuk janë ndalur kurrë, që nga koha kur rusët kishin marrë aeroportin e Prishtinës, që prej asaj mësymje kur kishin uzurpuar një sektor të vetin diku nga ana lindore e Kosovës, e deri tek obstruksione diplomatike, nuk ka pasur kurrë ndalesë të përpjekjeve për të vënë pengesa në rrugën e Kosovës drejt përparimit. Pra është krejtësisht normale të pritën përpjekje të tilla që bëhen përmes kanaleve të ndryshme. Tani sa i përket përmbajtjes së këtyre akuzave, nëse ato qëndrojnë apo jo, nuk e kam iden. Shihet megjithatë një lloj vazhdimësie e aktiviteteve që është mjaft e dukshme edhe 20 vjet më pas. Njeriu që udhëhoqi operacionin. Prokurori, faleminderit. Mund të ndaloni këtu. Besoj që e dëgjuat atë çfarë keni thënë lidhur me të gjykatë këto akuza. Në 2020 ju thatë që nuk e keni iden fare nëse këto akuza ndaj Hashim Thaçi qëndrojnë apo jo. Dhe sot e ditë këtë qëndrim keni apo jo dëshmitar. Përgjigje, në fakt, kur e kam bërë të deklarat, nuk e dije se cilat ishin akuzat. Akuzat për cila mendoja unë kishin në mendjen time, të paktën kisha shitje organesh. Kam përshtypjen që në periudhën 2007 ose 2008 kishte akuzën ndaj USHK-s për shitje organesh. Dhe unë personalisht atë e konsideroja të ishte thjesht disinformim. Nuk më kujtohet se kur e kam kuptuar plotësisht se për çfarë bënin fjalë akuzat, por jam shumë i sigurt që në momentin kur kam thënë këtë deklarat, unë nuk e kisha iden se cilat ishin akuzat e ngritura. Nuk më kujtohet që të kemi lexuar në fakt plotësisht akuzat përpara një nate. Pyetje, domethënë përpara një nate deri dje, domethënë nuk është se jeni informuar konkretisht për akuzat, për këtë akuzën ose për doset para gjyqësore apo jo. Përgjigje po. Nuk kam marrë asnjë informacion nga Mike Durkee, nga John Duncan, dhe me thënë drejtën nuk e dija se sa kërkime sa leximi duhet bëja në mënyrë të tillë që të kisha mundësi që të përgjigjesh se çdo pyetjeve tuaja. Prokurori, faleminderit general. Duam të nderuar gjykatës që për momentin të kërkoj pranimin e kësaj video dhe transkripti shoqërues me numrat e rënë që përmendëm më sipër. General, nuk kam më pyetje të tjera për ju. Gjykatësi ka kundërshtim për pranimin e dokumentit? Misetiç jo. Gjykatësi atëherë dokumenti me rënë 128-928 vizë pranohet. Sekretari, këtij dokumenti caktohet prova P0452 dhe aktualisht klasifikohet si konfidencial. Holling mund të klasifikohet si publik dhe duhet që të pranohen versione në shqip dhe në anglisht përkthimi përkatës. Gjykatësi fshihen edhe përkthimet përkatëse dhe riklasifikimi është publik. Prokurori, faleminderit ndëror gjykatës, faleminderit dëshmitar. Gjykatësi Smith, a keni pyetje plotësuese? Misetiç po kemi. Dëshmitar, me që kemi dokumentin në ekran, besoj se e vutë re se në këtë moment në gusht ende nuk ishte i qartë se me çfarë akuzash po përballeshin të akuzuarit. Përgjigje po. Pyetje, ju thatë se kishte dëgjuar që akuzat ishin lidheshme me trafikimin e organeve. Përgjigje po. Pyetje. Atëherë, mund ta tregoni çfarë kishit dëgjuar ju për këtë lëndë gjyqësore në gusht për trafikim organesh? Përgjigje, unë mendova se dikush në fakt kishte prova konkrete për të akuzë. Pyetje, dhe ju tha që trafikimi i organeve në fakt ishte një foshat disinformimi në të vërtetë. Përgjigje, po, pyetje, atëherë pse mendoni ju
se çështja e trafikimit të organeve ishte një fushat dizinformimi. Prokurori kundërshtoi, nuk është relevante. Mishetiç, po ju për këtë diskutuat, rrëzohet vazhdoni. Përgjigje. Mendoj se ishte propozim qesharak që në një fushat ajrore bombardimesh hiqeshin organet e njerëzve dhe shiteshin. S'ka kuptim, nuk ishte kuptim kjo gjë. Ishte thjesht disinformim. Pyetje, kush mendoni se e kishte nisur këtë fushat disinformimi? Përgjigje, të njëjtat persona që më dhanë librin në vjeshtën e 98-s. Pyetje, kush ishin këta? Përgjigje, këta ishin rusët. Pyetje. Dua të filloj me disa pyetje për kuriozitetin tim, thjesht për të më ndihmuar mua. Ju keni qenë komandanti suprem i forcave aleate në Evropë. Akronimi është shqiptuar në forma të ndryshme, ju lutem na ndihmoni. Si shqiptohet SACEUR? SACEUR, në rregull. Të fillojmë me këtë pyetje. Përfundimi kundër pyetjeve ishin kështu. Ku e bazoni ju përfundimet tuaja kur thoni që zoti Thaçi nuk mban përgjegjësi për veprimet e të tjerëve? Prokurori ju bëri pyetje për rreth 4 orë. A keni parë ndonjë urdhër nga zoti Thaçi drejtuar ndonjë personi ju? Përgjigje jo. Pyetje. Prokurori, a ju tregoi ndonjë raport të lëshuar nga ndonjë vartës drejtuar zotit Thaçi? Përgjigje jo. Pyetje. A keni parë ndonjë dokument nga ana e prokurorit gjatë kundër pyetjeve që ju shtyn të mendoni që në fakt zoti Thaçi mund të ketë qenë komandant ushtarak? Përgjigje jo. Pyetje. Ndonjë nga dokumentet që tregoi prokuroria gjatë kundër pyetjeve, a ju vuri në pikë pyetje përfundimet tuaja sa i takon përgjegjësisë penale të zotit Thaçi për veprimet e të tjerëve? Përgjigje jo. Pyetje, faleminderit. Përmendët 2 persona tani, John Duncan dhe Mike Perkin. A ju raportonin ju? Përgjigje po. Pyetje. Nëse ata do të takonin komandantët e zonave në terren, a do të raportonin këtë gjë ju? Përgjigje. Nëse do të takonin gjatë konfliktit? Po, do më raportonin. Mishetiç, po korrigjoj atë që thash. Pas 12:44-sh, rezolutës. Nëse do të shkonin në Kosovë, ata do të takonin komandantët e zonave, a do raportonin ju diçka të tillë? Përgjigje po, por për mua do ishte informacion e rëndësishëm. Sepse ata ishin vartës dhe kishin përgjegjësitë e tyre. Po për komandantët e zonave, po çfarë lloj titulli kishin këta persona, për mua nuk ishte relevante për nivelin tim të drejtimit. Pyetje. Për shtypjet që krijonin ata për terrenin. A ti përcjellnin ty? Përgjigje po. Pyetje. Dhe më pas, a dilnit ju në përfundimet tuaja në bazë të informacioneve që u jepnin vartësit tuaj mes të cilëve John Duncan dhe Mike Perkin? Përgjigje po. Pyetje. Ju bëri disa pyetje prokurori dhe madje u përpoq që ju të bënit një krahasim sa i takon komandës dhe kontrollit. Pra, nëse Mike Jackson në të vërtet mund të shpërfillte urdhrat tuaj, sepse kështu funksionojnë ndonjëherë gjërat në komandë kështu. A ju kujtohet kjo pyetje? Përgjigje po. Pyetje. Faleminderit që thatë që se dua të komentoj. Mishetiç, do jap plot mundësi të na tregoni dallimin mes këtyre dyja gjërave. Por unë dua të them këtë fillimisht. Të krahasojmë njëherë, po krahasojmë mollën me mollën apo mollën me portokallin? Fillojmë kështu. Në Ushtrinë e Amerikës, nëse një general me 4 yje, si ju, i lishon një urdhër një vartësi, dhe ai thot, generali Clark, nuk kam dëshirë të zbatoj urdhrin tuaj, çfarë masash merrni ju? Përgjigje, fillimisht do ta pyesja pse. Më lejoni t'ju shpjegoj diçka. Në sistemin sovjetik të ushtrisë, nëse jepej urdhër, quheshet tradhtar. Dhe nuk e zbatoj, më falni, dhe po saboton një operacion. Kështu funksiononte doktrina sovjetike.
Amerika e ka ndryshe. Kur japim urdhër për një operacion, i kalon varëcit, varëci analizon dhe mund të thotë që unë nuk mund ta zbatoj këtë urdhër. Më duhet më shumë informacion. Nuk mund ta kaloj lumin vetëm, më duhet ura, më duhet inxhinier. Në sistemin sovjetik quhet sabotim, konsideroj sabotim i planit të selis. Në sistemin amerikan ne kemi një frymë bashkëpunimi. Dhe ky është fakt. Pra, po ndaloj, ma bëni pyetjen. Mishetiq, jemi një skenar tjetër, në një situatë tjetër, i ke dëgjuar argumentet dhe keni dalë në vendim përfundimtar. Bashkëpunuat, por ju vendosni ama. Dhe prap varësi të thotë, nuk do ta respektoj urdhrin tuaj. Përgjigje, atëherë ky person do largohet nga komanda, si rregull. Mishetiq, kjo ndodh në sistemin amerikan, por në një situatë të NATO-s dhe konkretisht me KFOR-in. Cili ishte plani operacional? Edhe mund na thoni nëse se cili shtet përmes kontingjenteve të tyre kishte ndonjë lloj kompetence? Përgjigje, po flasim për KFOR-in pas përfundimit të fushatës ajrore. Përgjigje, pyetje po. Përgjigje, brenda NATO-s, komandën e ka shteti përkatës e atij kontingjentit. Disiplina, heqja nga detyra, rritja në detyrë. Operacioni dhe kontrolli është i NATO-s. Por nëse komandanti i shtetit përkatës e kundërshton urdhrin e NATO-s, ky person ka të drejtë i drejtohet komandantit të vet, në shtetin e vet. Mishetiq, më kritikuan se po flas shumë shpejt, do duhet patjetër që të bëj një pauzë. Now, you were asked questions by the prosecutor about Ju bëri pyetje prokurori për generalin Mike Jackson, pistën ajrore në Prishtinë dhe kështu me radhë. A kuptova unë drejt përgjigjen tuaj? Kur thatë se në kontekstin NATO-s, generali Jackson kishte të drejtë të kontaktonte komandantin e vet për këtë aspekt. Përgjigje, për çdo aspekt. Mishetiq, që ta sqarojmë, kam fjalën që ai mund të drejtojë britanikëve. Përgjigje, po, mund të drejtojë britanikëve për këtë aspekte. Dhe unë kisha të drejtën time ta kundërshtoj. Po unë nuk mund të merja masa disiplinore për të, as nuk mund ta shkarkoja nga detyra. Ishte thjesht çështje gjykimi profesionist ushtarak. Mishetiq, kur flasim pra për komandën e kontrollit brenda një ushtrie kombëtare, jo forcë shumë kombëshe, a është e nevojshme të kesh një strukturë komandi dhe kontrolli efektive në mënyrë që eprori përkatës, komandanti, të ketë mundësi ta shkarkojë një komandant nëse nuk e zbaton një urdhër. Përgjigje, nëse do të kishim një strukturë të mirëfillt të tillë, po, kështu duhet të kishte ndodhur. Por tani dua të them diçka. Dua ta bëj të qartë. Zakonisht duhet kuptuar eprori drejt për drejt. Duhet parë cilat janë hallkat në zinxhirin hierarkik, duhet kuptuar ky kontekst. Mishetiq, në rregull. Ju bën pyetje për informacione, për punuar informacion inteligjencës dhe se si morët informacion të gabuar. Përgjigje po. Pyetje. Përfundimet tuaja për Kosovën ishin bazuar në informacione e përpunuar që merrnit, pra. Përgjigje po. Pyetje. A ishin bazuar po ashtu në udhëtimet që kishit pasur personalisht në Kosovë? Përgjigje po. Pyetje. Në deklaratën tuaj thoni se ishin bazuar gjithashtu në takimin që keni qenë në shtator me zotin Thaçi dhe komandantët e zonave, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, a mos janë bazuar vallë dhe me mbi konstatimet e zotit Dërki dhe zotin Dunkin? Përgjigje po. Pyetje, generali Jackson ju informonte për ato çka shihte? Përgjigje po. Pyetje, generali Jackson, a ju ka informuar ndonjëherë sa i donte që komandantët e zonave të ishin të pranishëm në takimet e KPI-s? Përgjigje, nuk më kujtohet konkretisht diçka e tillë, në deklaratë të këtij lloji. Pyetje. Shojmë në ekran provë materiale P02516. Ju janë bërë disa pyetje për mundësinë e rifillimit të luftimeve me Serbinë. Dhe unë do t'ju pyes nëse
ju ka raportuar generali Jackson atë që pretendohet se është thënë në këtë që do të shohim në këtë dokument. And if we could go to Shohim faqe 22 në PDF. this is testimony that Kjo është dëshmia që ka dhënë generali Jackson në 2016 në gjykatë britanike. Rreshti 6. Mund ta shikoni më lart, lutem. Mund ta shikoni numrin në an. Ai thot: ta lëmë një atë çka mendoja unë se ishte një mundësi e ulët, por jo zero, që serbët të rifillonin kundër sulmet. Pra, ua ka raportuar generali Jackson po ashtu këtë, që ai mendonte se ishte një mundësi e ulët, por nuk mund të thuaj që ishte zero mundësia që ata të rifillonin luftimet. Përgjigjet jo, në fakt. Ky ishte një karakterizim i drejtë, ky është opinioni i tij. Unë kisha përgjegjësi të tjera. Unë e merja më seriozisht kërcënimin e serbe, se mund të luftonin apo mund mos luftonin, Mishetić. Por ua ka dhënë këtë informacion. Edhe ju ndihmoj ju që të dilnin të përfundimet tuaja, se ata kanë gjasës për rifillimin e luftimeve. Përgjigje po, ma ka dhënë. Me që jemi tek dokumenti në fjalë. Shohim faqen 16 po të them. Edhe t'ju pyes nëse ua ka raportuar generali Jackson të njëjtën gjë që ka thënë përpara gjykatës këtu. Fillon rreshti 4. Është bërë pyetje, pajtoheni se ishin shënjestër e UÇK-s? Ai thot, po. Unë vetë nuk kisha prova, pasi unë mendoj që ju mendoni se unë kam prova. Më falni nëse u dhash mesazhin e gabuar, po nga pikpamja institucionale e UÇK-ja, në bazë të politikave, po kryenin akte terroriste ndaj çdo personi. Unë nuk po them që nuk e kanë bërë këto individët. Ka pasur individ që kanë bërë, por nuk kam asnjë provë që kjo të ketë qenë praktike e UÇK-s. Përgjigje, po ma ka thënë dhe mua Jackson të njëjtën gjë. Shohim faqen 21 tani në PDF. he's asked on cross-examination I është bërë pyetje nga pala kundërshtare në fund, ju lutem. Filloj me rreshtin 13. A e dini ju çfarë mund të bënit për të parandaluar UÇK-n në mos pjesërisht të rësisht që të silleshin në mënyrë të tillë? Përgjigje, po më tha, është një pyetje shumë më përbërë. Pastaj vazhdon, më vjen keq, por mund të jetë, dhe ai thot, dhe ai vazhdon dhe thot. Po ju them, nuk kam asnjë provë që UÇK-ja si institucion të ketë pasur një praktikë të spastrimit etnik të serbëve që kishin mbetur në atë vend. Ua ka raportuar dhe ju generali Jackson të njëjtën gjë? Përgjigje po. Po dua të lexoni pak rreshtin 20. Lexoni rreshtin 20. Sepse këtë janë përpjekur të them unë base jo kaq bukur sa këtu. Po, kam dy ditë që përpiqem të jap këtë mesazh. Mishetić, po e lexoj unë. Ai thot, e di, 99% e din se persona individual të UÇK-s në fakt kanë qenë tërësisht jashtë kontrollit. Ua ka raportuar dhe ju këtë njëjtën gjë dhe ju shoj në vlerësimin tuaj se s'ka pasur komandë dhe kontroll të Mirfield? Përgjigje po. Shohim tani faqen 22 në PDF. at the bottom, please. Në fund të faqes. He's asked about something called the Marty. Është pyetur për raportin e martit. Keni dëgjuar për raportin e martit? General, keni dëgjuar për raportin e martit? Përgjigje jo. I është bërë pyetje. Duhet të fokusohemi te UÇK-ja dhe po fokusohemi në konstatimin e senator Martit. Ai përgjigjet. Po fillon të nënkuptoni tani që ka qenë praktike UÇK-s. Kalojmë në faqen tjetër. Dhe unë nuk pajtohem me ju për këtë. A përputhet kjo me ato çka ju ka raportuar generali Jackson që UÇK-ja nuk ishte ndonjë praktik. Holling, I lexoni tamam, sepse thuhet praktike UÇK-s për të spastruar çdo serb që kishte mbetur në Kosovë. Përgjigje, jo nuk ka qenë praktike UÇK-s.
Po të shohim pak faqe pararense, ose të flasim për faqen pararense. E kam thënë të paktën 10 herë deri tani. Ka qenë një situatë të mërshme për këta persona. Kishin frikë për jetën e tyre, ishin të inatosur, donin të merrnin hak. Kjo është krejt normale. Dhe Jackson e ka thënë shumë bukur këtu për Ballkanin që janë sy për sy edhe për dhëmb. Ka një praktikë pra sy për sy edhe dhëmb për dhëmb. Kjo janë situata normale. General, Pyetje. General, ju treguan disa dëshmi të Klaus Numan përpara të TPN-s. Përgjigje Naumann. Okej, Naumann. Ju kujtohet kjo dëshmi? Përgjigje po, pyetje. Do t'i tregoj disa pjesë që nuk ua tregoj prokurori. Shohim në ekran SPO-je 0040 6441 deri në 0040 6504. show them to you because you may have been seemingly Dua t'u tregoj se kam përshtypjen që ju keq orientuan duke mos ju treguar këtë pjesë që dua ta shohim bashk. Shohim faqen SPO-je 0040 6464. Yes, and if we go to line Shohim rreshtin 6. Është bërë pyetje, pra e general, jo ju, Naumann, general, pra nëse e kuptoj unë, pjesë e problemit, siç e shihni, është Senati jam përpara kishte deklaruar UÇK një grup terrorist. Sipas vetë rregullave të NATO-s, ju nuk mund të negocionit me ta apo të diskutonit me ta. Ai është përgjigjur. Po, kështu është. Ju duhet të kërkoni kombeve individualisht që t'i kontaktonin ata. Pra generali Naumann nuk po thotë që s'ka pasur kontakt, po ai ka thënë s'ka kaluar përmes NATO-s kontakti, po përmes shteteve anëtare individuale të NATO-s. Sakt, përgjigje sakt. Pyetje. Shkojmë tek faqja pararendse në këtë dokument. this is where the prosecutor stopped the quote. Këtu e ndaloi prokurori leximin. Kështu që unë dua të shohim poshtë, të shohim rreshtin 19. 19-ën. Ky është porcioni që pjesa që u lexoi prokurori kur folet për themrën e Akilit. Tani të shohim rreshtin 6 më poshtë. Ai vijon. Këtë nuk u lexoi prokurori dhe thot, nuk kishim asnjë instrument për të kontrolluar në UÇK-n. U përpoqëm ta bënim, u përpoqëm të kërkonim kombëve anëtare, shtete anëtare të NATO-s që të kontaktonin përmes njerëzve që kishin kontaktet më hershme. Por instrumenti që u përdor në rastin e Jugosllavë, konkretisht për të kërcënuar masa ushtarake, nuk mund të zbatohej për kosovarët. Pra, a thuhet edhe një herë, dhe është e vërtet që është bërë kontakti përmes shteteve individuale të NATO-s? Po, ka pasur kontakte, patjetër. Pyetje, ju treguan një pjesë të shënimeve të generalit Reinhardt. A ju kujtohet? Përgjigje po, i marsi 2000, më falni. Pyetje. Data e këtij shënimi është 10 mars 2000. Dhe unë dua t'ju tregoj një artikull të New York Times që ka raportuar për këtë ngjarje më 11 mars 2000. Shohim në ekran 1D00181. E keni në listën e materialeve që sapo nxorëm. And you'll see there Qini këtu, po shefi NATO-s në Kosovë ka frikë se mos ka një vrull apo një vërshim përmes kufirit. E thot komandanti i forcave paqëruese në Kosovë me ish drejtuesin politik të ushtrisë lirëtare të Kosovës që është përbër për krah të tij, u betua sot që do të ndalonte çdo akt dhune që do të kryej në Kosovë kundër Serbisë. Generali Klaus Reinhardt ishte pranë Hashim Thaçit, drejtuesit shqiptar.
paraqitja apo ajo që i kërkua generalit zotit Thaç të bënte për generalit Wesley Clark, komandantit suprem të NATO-s, më falni, ishte një përpjekje për të përcjellë një mesazh politik popullsisë së Kosovës dhe përtej madje edhe Serbisë. Shkojmë poshtë në faqen tjetër. Poshtë. Zoti Thaçi, aty ku thuhet Zoti Thaçi, Zoti Thaçi dhe drejtuesit e TMK-s, struktura civile që ka zëvendësuar pra ushtrisë lirimtare, po dëgjojnë dhe po marrin qëndrimet e dura të përshtatshme publike. Në një intervistë këtë javë, pas një takimi në Kosovë me generalin Clark, Zoti Thaçi e bëri të qartë dhe tha se Kulgina e Preshevës, një zonë ku kishte kryesisht popullsi shqiptare që dikur kishte pjesë e Kosovës, nuk kishte shqetësimi i tij. Ai tha unë respektoj të drejtat e shqiptarëve në Preshev, ata duhet të kenë të drejtat e çdo qytetari demokratik, por ne në Kosovë jemi në rrethana të ndryshme dhe duhet të ndjekim një qasje ndryshe për rajonin ton. Tha ai. Tani si president, si kryetari i partisë politike në Kosovë, shqetësimi im është vetëm territori i Kosovës. Ai ka theksuar se shqiptarët nuk e donin dhunën. Më shumë se kushdo tjetër në rajon, e din mirë shqiptarët se çfarë është dhuna, tha ai. Nuk kam një çast, ju lutem, që të përfundoj përkthyesit. I'll ask the question and then you feel free to expound as you need to, General. My question to you is, you're mentioned... Të bëj pyetjen dhe pastaj komentoni. Pra, këtu thuhet që kënë qenë person që e keni inkurajuar zotin Thaçi të përcillte mesazhe politike. Ajo që thuhet këtu, është në përputhje me mesazhin që keni kërkuar ju të përcillet? Përgjigje. Ajo që ka thënë, po përputhet, mbasi s'ka thënë gjërat e duara me Klaus Reinhardt. Pyetje në rregull. Përgjigje, po duhet të thënë diçka. Ramush Haradinaj, që ka qenë një komandant i fuqishëm, ishte më i pavarur si natyrë, e lexova aty. Pikërisht kjo është përshtypja ime, dhe prandaj dula në këtë konkluzion se ai takon komandës dhe kontrollit. Si ka funksionuar komanda dhe kontrolli në UÇK. Këta ishin personalitetet të forta, persona që kanë rrezikuar jetën. Jeta e familjeve të tyre vari prej vendimeve të tyre. Këta nuk ishin vartës të mirëfillt, nuk ekzistonte strukturë komande dhe kontrolli. Ishin persona që luftonin për jetën gjatë fushatës ajrore të NATO-s. Edhe këtë qëndrim e mbajtën edhe pas fushatës ajrore. Prandaj Jackson pati të vështirë me këta persona, me këta individ. Prandaj kishte akte hakmarrëse, prandaj persona të caktuar mund të kenë kryer akte dhunë ndaj serbëve, nuk ka dyshime për këtë. Mishëtiç, në rregull. General. Javën e kaluar, ambasadori Christopher Hill dha dëshmi edhe tha që asnjëherë nuk është konsideruar UÇK-ja si organizatë terroriste e huaj nga Shtetet e Bashkuara, a përputhet me ju. Përgjigje, ua thash edhe më herët, dikush e bëri këtë deklaratë, ky person u qortua për këtë dhe u tërhoq nga Shtetet e Bashkuara një deklaratë e tillë. Mishëtiç, më jepni një çast. Yes, Mr. President, I'm just... Nderuar kryegjykatës, më thanë që në transkript në rreshtin 11, fjalia e parë është pak e paqartë, nuk mund të jetë zbardhur gabim, ta pyes dëshmitarin ta përsëris. Gjykatësi në rregull. General, ju përmendët Ramush Haradinaj dhe New York Times, dhe sipas transkriptit ju keni thënë, por unë lexova fjalinë e fundit që nuk është relevante për aspektet që po diskutojmë këtu. Dhe që është relevante apo irrelevante? Përgjigje. Nëse kam thënë irrelevante, e kam thënë pa dashje. Gjykatësi jo tha relevante, janë relevante, tha. Mishëtiç, në rregull, kjo është për korrigjuar transkriptin. Pyetje, generali Clark, do të shikojmë disa pjesë të librit tuaj që ua ka treguar edhe prokurori. Shohim në ekran, më falni ta verifikoj pak numrin. Okay. If I could please have...
Shojmë faqen DHT 11103 deri në DHT 111632. And this is again your book, Waging Modern War. Në libri juaj të luftosh në kohra moderne, një luftë moderne. Ndërkohë ju kanë treguar një faqe të librit nga prokurorisë me numër DHT 11473. Do ta shohim dhe dua që të na ndihmoni ju të interpretojmë një fjali të cilën u tregoi më herët prokurori. Krye. Është lexuar fjala e dytë kur thuhet Hawk ishte në kontakt të drejtë për drejtë me ushtrinë shqiptare të cilët po ashtu po monitoron UÇK-n dhe shumë prej objektivave i përcjelleshin Caucës. Pyetja ime është kjo. Në këtë fjali thuhet që është ushtria shqiptare ajo? Që i përcjellte informacionet për objektivat pasi monitoronte UÇK-n, apo UÇK-ja e kalonte informacionin përmes ushtrisë shqiptare? Përgjigje, mbase kanë qenë pak të dyja. Por kishin kontakte të drejtë për drejta në pistën ajrore, me pistën ajrore në Tiranë, me ushtrinë shqiptare. Ne nuk ishim asnjë mënyrë, ne nuk mund ta monitoronim UÇK-n. Ne. Mishetit, në fakt pyetja ime është kjo, s'është e paqartë mënyra si është shkruar këtu. Pra, është ushtria shqiptare, ajo që e merr informacionin prej UÇK-s, por apo po mbikëqyrin ata UÇK-n dhe ushtria shqiptare ju raportonte ju. Përgjigje, fjalia është e mjegullt sepse situata ka qenë e mjegullt, sepse nuk e ka qenë e qartë. Ngjarjet që janë përpjekur të shpjegoj janë ngjarje, janë panorama që i kemi formuar shumë shpejt gjatë fushatës ajrore. Gjatë kohës që negocionim, Mike Jackson po ashtu negocionte, unë isha më i shqetësuar që të sillja B-52-shat në pashtrik për të siguruar që s'do të kishim problem nga Miloševiqi. Pra, informacioni vinte nga të gjitha anët, po sikur se u shpjegova. Ajo që ishte pranishme gjatë kohës që ndodhej fushata, nuk ka qenë aty para 78 ditësh. Misheti që kuptova. Tani shkojmë në faqen e librit me numër DHT 11419. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Just 1 second, please. Një çast, lutem. Yes, Mr. Court Officer, could we... I lutem sekretarit seancës të vendos në ekran faqe me numër DHT 11419. Dua të shikojmë fjalën që fillon ndërkohë kur më pyetën. I don't see it. Is this one? Kë shohim. Sorry. If it assists counsel. Prokurori. Besoj se kjo është nga faqe që është kërkuar pranon përmes mocionit probativ gojor dhe nuk kemi kundërshtime. Misheti faleminderit. Është paragrafi ku thot këtu, përpoqen në kryeministë sistem dhe të përdornim raportet nga ushtria çlirimtare e Kosovës për të na ndihmuar ne të kuptonim se në cilat fshatra nuk ishte më kosovar. Ideja ishte që UÇK-ja na thoshte ndërmjetësve nëse disa fshatra ishin të papushtuar. Ne shumë shpejt zbuluam që kjo metodë ishte e besueshme. Informacioni që Kosova ishte shumë i vjetëruar, ose serbët mund të kishin infiltruar përmes linjave të tyre të komunikimit, ose nuk ishte aq i saktë sa nevojitej neje. Kisha sugjeruar që
ky sistem të mos ndiqej më. Duhet të mbështeteshim kryesisht në televizion, nga lajmet apo nga mjetet ajrore që kishim ne, që të mos vrisnim civil dhe të mos godisnim fshatrat padrejtësisht. Pra, a përputhet kjo me atë që thatë për cilësinë e informacionit që merret prej UÇK-s? Përgjigje po. Pra, a përputhet kjo me faktin që nuk ka pasur komandë kontroll në UÇK? Përgjigje. Sepse s'kishin formë efikase për të marrë, nuk kishin asnjë mënyrë efektive për të marrë informacion nga terreni që më pas na e përcjellnin ne. Ne kishim copëza informacionit besueshme apo jo? U thash më herët, teksa vazhdonte fushata ajrore edhe ofensivat fokusoheshin në zonën e Pashtrikut, për ne u bë më lehtë që të merrnim informacion sepse kishim ne mbikëqyrje apo kontakte fizike më të drejtë për drejta. Por në zonat ku përpiqeshim të godisnim forcat serbe si në Drenicë dhe më tej Gjilani, atje kishte persona përfaqësues të UÇK-s, unë nuk e di kush ishin. E dim që kishte miq atje, e dim që kishte armiq atje. Mund të shikonim një tank që futej në një zonë drejt një liçeni. Pra, përpiqeshim të shpjegonim pilotit çfarë po shinim ne, por ishte shumë e vështirë, ishte gati e pamundur. Pra ishim në një situatë të paqartë, prandaj përpiqeshim që të merrnim informacione prej UÇK-s, por informacioni prej tyre nuk ishte i besueshëm deri në momentin që shkuam në malin e Pashtrikut. Vetëm në ato momente u bë më i qartë, domethënë. Po deri në ato momente nuk merrnim informacion të besueshëm. Gjykatësi disa pyetje keni, isha ti të konsultojmë pak me klientin tim dhe do ju them nëse kam ende nevojë për kohë apo jo. Gjykatësi, mund të presim që të mbaroni tani? Apo nëse do të bëjmë pushimin, do bëjmë pushimin. Mishetisht, më lejoni një çast të flas pak me klientin tim, po ndërkohë dua të kërkoj të pranohet faqja që trajtova me generalin. Gjykatësi, cila faqe është kjo? 419. Ka kundërshtime? Prokurori. Jo, nuk ka kundërshtime, po mendoj që duhet t'i shohet provës që ka marrë numrin. Nuk ishte i besueshëm deri në momentin që shkuam në malin e Pashtrikut. Vetëm në ato momente u bë më i qartë, domethënë. Po deri në ato momente nuk merrnim informacion të besueshëm. Gjykatësi disa pyetje keni, isha ti të konsultojmë pak me Mishetiç, faleminderit generale Clark. Unë me kaq mbyll pyetjet e mia. Gjykatësi, në rregull. Keni pyetje ju? Gjykatësi Gaynor? General, do ju bëhet qefi që po ju them se përfunduat me ne. U bëm pyetjet e fundit, jeni lirë të shkoni, mund të largoni nga salla e gjyqit, ju faleminderit që erdhët, që ndat informacionin që kishit me ne. Mund të largoheni me sekretarin e seancës, përgjigje. Faleminderit, po nuk pata një shans, më premtuat që mund thoja diçka, nuk më dhat mundësinë të thoja diçka. Gjykatësi keni thënë plot? Më jepni vetëm 2 minuta, ju lutem. Do them diçka nga perspektiva ime. Gjykatësi, nëse thoni diçka, nuk mund t'ju bëhen pyetje për këtë. Përgjigje, nuk do them asgjë që ka nevojë të pyetet më pas. Po dua t'ju jap thjesht një perspektivë, se përmenda revolucionin amerikan disa herë. Jemi në një epokë aktualisht ku ka forca të mëdha që përpiqen të ndikojnë qeveritë ndryshme, që prej luftës së dytë botërore jemi përpjekur të kemi një sistem ndërkombëtar bazuar në rregulla, që ka funksionuar deri në një mas, po nuk ka funksionuar tërësisht. Dhe pas rënies së murit të Berlinit dhe hapjes së lindjes, u shpërbëj Jugosllavia dhe personat në Jugosllavi kërkuan të njëjtat liri sikurse perëndimi. Sigurisht kjo është ka filluar që me monarkinë e Habsburgëve edhe
sovjetikëve dhe kemi një situatë aktualisht në Ukrainë. Nuk po përpiqem të jem i pasjellshëm, se proceset penale janë të rëndësishme. Por duhet të ketë një kufi duki sa i takon rendit. Pra, ka rend, por persona duhet të respektojnë dhe duhet të përpiqen të luftojnë për të drejtat e tyre. Dhe këtë u përpoq të bënte UÇK-ja në fillimin e viteve 90, kur thjesht nuk pranuan shtypjen prej serbëve dhe bënte të pamundurën për të rezistuar shtypjes prej serbëve. Pra, ata nuk janë terrorist. Pavarësisht se kur shkova takoja unë generalet serb, ata më thanë, po ata janë terrorist. Ata nuk janë terrorist. Janë njerëz që luftonin kundër një regjimi të padrejtë, i jashtëligjshëm, i cili meritonte të largohej e të zvendësohej. E njëjta gjë po ndodh aktualisht në Ukrainë dhe mund të vazhdojë edhe më tej. Dhe mendoj se kjo është shumë e vështirë për jurisprudencat e gjykatave aktualisht, sepse në një moment kemi jurisprudencën e Gjermanisë. Edhe në Gjermani kemi një qeveri demokratike. Këtu kemi persona që luftuan për lirinë e tyre. Pra, ligjet, procedurat e shoqërive moderne duhet të kuptojnë edhe nevojat e personave që luftojnë për lirinë e tyre dhe për dinjitetin e tyre. Kështu filloi revolucioni në Shtetet e Bashkuara, prandaj kam përmendur kaq shumë herë, dhe ata patriot amerikan në 1775-74, po ashtu konsideruan terrorist pikërisht në britanikët, siç ndodhi me amerikanët, por Amerika u kthye një shtet madhështor. Pra, duhet të kemi parasysh të shkuarën, historinë, duhet të shikoni çfarë po ndodh në Ukrainë, mbasi do ketë procese për Ukrainën të ngjashme. Po është rëndësishme të kuptoni rrethanat dhe kush mban përgjegjësi penale, dhe se ka aspekte më të larta strategjike që ndonjëherë kanë epërsi, edhe që shkojnë përtej mundësive të një individi të vetëm. Faleminderit që më dhat mundësinë ta shpjegoja. Ky është mendimi im. E kam ndjekur këtë gjykim dhe i qëndroj bindjes së mëparshme që Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë që ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës së hakmarrjes. Gjykatëse, faleminderit. Faleminderit që ishit këtu me ne. Generali Clark, faleminderit. Ms. Gerhardt Serna, thank you very much. Faleminderit përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ishit e pranishme. Mund të largoni edhe ju nga salla e gjyqit nëse dëshironi. Se pjesa tani do të goxha e mërzitshme. Në fakt gjithë procesi në vetë. Kemi një konferencë për eturinë e çështjes nesër. Ne menduam që do të kishim në fakt dëshmitarin paradite. Konferencën e kemi nesër në orën 2, do të jetë vetëm 1 orë. Mishetić, a është e mundur ta bëjmë më herët? Nëse është e mundur, gjykatësi fatkeqësisht nuk mund ta bëjmë më herët, do ta kemi në orën 2 konferencën. Zoti Elis, është e mundur, se kam pyetur zotin Krasniqin, por nëse zoti Krasniqi dhe të bashkakuzuarit dëshirojnë mund ta ndjekin nëpërmes videolidhjes nga njësia e paraburgimit, më falni se s'kam zë. Desha t'ju pyes se nëse është e mundur që zoti Krasniqi ta ndjekë konferencën për eturinë e çështjes në objekti paraburgimit. Nuk e kam pyetur, por paraprakisht. Gjykatësi, të gjithë akuzuarit nëse dëshirojnë, mund ta ndjekën nga objekti paraburgimit. Nuk kemi kundërshtim për këtë. Faleminderit. Në rregull, shihemi nesër në orën 2. Sekretari të gjithë më këmbë.